Funksionet të kufizuara nga lart ose nga poshtë, vlera më e madhe ose më e vogël e funksionit. Po I zgjidhim këto problema me anë të shembujve. Ndërtoni grafikun e funksionit y 2x minus 1 në segmentin 0,2. 2x minus 1 është vijë e drejtë. Japim po këto vlera. Për x baraz me 0 del minus 1. Për x baraz me 2. 2 2 4 del 3. I bashkojmë dhe del kjo pjesë grafiku. A është I kufizuar nga lart ose nga poshtë ky funksion? Po. Ky është I kufizuar nga lart, nga treshi, dhe nga poshtë është I kufizuar nga minus 1-shi. Cila është vlera më e madhe? Atëre vlera më e madhe është 3 dhe vlera më e vogël më është minus 1. Të njëjtat kërkesa për funksionin 3 minus x në intervalin minus 2, 2. Minus 2, 3, minus 2 del 5. Tek minus 2-shi del 5. Te 2-shi 3 minus 2, 1. Po I vëm me pika bosh, sepse e kemi interval. Ky është grafiku I funksionit në segmentin minus 2, 2. A është I kufizuar nga lart ky funksion? Po, ky është I kufizuar nga lart, f e x-it merr vlera më të vogla se 5. Po nga poshtë është I kufizuar ky? Po, f e x-it merr vlera më të mëdha se 1. Është I kufizuar nga lart, nga poshtë. Cila është vlera më e madhe e funksionit? Cila është vlera më e vogël? Vlera më e madhe këtu nuk ekziston, sepse ky është vërtet I kufizuar nga 5-a, po në pikën minus 2, ky nuk është I përcaktuar. Pra vlera më e madhe dhe vlera më e vogël këtu nuk ekziston. Pra vlera më e madhe më e vogël kërkohet kur kemi funksionin segment, kur e kemi interval, nuk e kemi vlerë më të madhe më të vogël, kur kemi të bëjmë me një funksion të gradës së parë. Po marrim funksionin y minus x në katror plus 4x. Sa është m-ja këtu? M-ja minus b mbi 2a. Baras me minus 4 përmbi minus 2, m-ja del e barabart me 2. N-ja baras me minus 2 në katror plus 4 herë 2, 8 minus 4, 4. Ky funksion I ka krahët nga poshtë dhe grafiku I këtij do jetë tek 2-shi është 4. Të gjitha vlerat e funksionit në këtë rast f e x-it është më vogël baras se 4. F e x-it merr vlera nga minus infiniti në 4. Do me thënë ky funksion është I kufizuar nga lart nga 4 dhe arrin vlerën më të madhe që është e barabartë me 4. Ndërsa vlerën më të vogël ky nuk e arrin. Ky shkon në minus infinit, por vlera më e vogël nuk ekziston. Tregoni për cilën vlerë të x-it funksioni merr vlerën më të madhe ose më të vogël në re dhe sa është kjo vlerë. Kemi dy funksione. Marrim të parin. Vlera më e madhe dhe më e vogël arrihet tek kulmi. M-ja minus b mbi 2a minus 2 për mbi 2 baraz me 1. Për me baraz me 1, do me thënë x-i është 1, n-ja y-i është I barabart 1
minus 2 plus 4, 3. Ky funksion krahët I ka nga sipër është parabol dhe ky arrin vlerën më të vogël, meja e vogël është 3, për x baraz me 1. Për x baraz me 1, ky merr vlerën më të vogël. Y baraz me minus 2x në katror plus 8x minus 1. Edhe kjo është parabol, krahët I ka nga poshtë dhe vlerën më të madhe, kjo arrin vlerën më të madhe te meja minus b përmbi minus 2 herë 2. 8 pjesëtim për 4, 2. Y baraz me minus 2 herë 2 në katror plus 8 herë 2 minus 1. Kjo vete minus 8, 16 minus 8, 8 minus 1, 7. Ky funksion me që I ka krahët nga poshtë, merr vlerën më të madhe të barabartë me 7 për x baraz me 2. Ndërtoni grafikët e funksioneve y rrenja x-it në katror, y x minus 1 në katror, y x në katror plus 4x plus 4. Y baraz me rrenjën e x-it në katror, shkruhet moduli x-it, x-i bashkësia e përcaktimit është nga rre. Moduli x-it shkruhet x për x e më të mëdhenj baraz se 0 dhe minus x për x e më të vegjël se 0. Për x e më të mëdhenj baraz se 0, kjo është përgjysmore kuadrantit të parë. Për x e negativ, kemi minus x është përgjysmore kuadrantit të dytë. Dhe ky është grafiku I këtij funksioni. Edhe ky tjetri del me vlerën absolute të x minus 1-shit baraz me x minus 1 për x minus 1 pozitiv, do me thënë x I më I madh baraz se 1, dhe minus x minus 1 për x e më të vegjël se 1. Y x minus 1, I japim vlerën 1, del 0. I japim vlerën 2, del 1 dhe është kjo drejtës. Për x e më të vegjël se 1, edhe për x baraz me 1, kjo del 0. Për x baraz me 0, kjo del 1. Dhe grafiku është ky. Bashkësia e përcaktimit x-i nga rre. Kjo tjetra shkruhet x plus 2 në katror baraz me x plus 2 për çdo x nga rreja. Edhe grafiku I kësaj është I barabartë me x plus 2 për x e më të mëdhenj baraz se minus 2 dhe minus x minus 2 për x e më të vegjël se minus 2. X I minus 2 kjo del 0, x I 0 del 2, grafiku del kjo drejtës. Edhe këtu x I 0 del minus 2, x I minus 4 del 2. Grafiku del në formë V-je, gjithmonë në vlerë absolute I gradës së parë del në formë V-je. A janë të barabartë funksionet, ndërtoni grafikët e tyre. Y rrenja x-it në katror, ne tham është moduli I x-it, x-i nga rre. Por vlerat e y-it janë më të mëdha baraz se 0 këtu. Y baraz me rrenjën e x-it e gjitha në katror. Kjo del e barabartë me x, por për x e më të mëdhenj baraz se 0. Y baraz me x për x e më të mëdhenj baraz se 0, del pjesa e përgjysmores, edhe y këtu
është mi madh baraz se 0. Këtu kishim bashkësi përcaktimi të ndryshme, edhe grafikët janë të ndryshëm, funksionet nuk janë të barabartë. C-ja është direkt me modulin e x-it, C-ja është i njëjtë me anë, pra këta të dy funksione janë të barabartë. Marim pikën D, x në katror përmbi x. X i ndryshëm nga 0, kemi të drejtë të thjeshtojmë del baraz me x. X i ndryshëm nga 0, y baraz me x, është përgjysmore e kuadrantit të parë dhe të tretë, por kemi x-in të ndryshëm nga 0. Nuk është i barabartë me asnjë nga 3 funksionet më lartë. Marrim të fundit, y baraz me x, kjo është vetë përgjysmorja, pa asnjë kondit, x-i nga r, y nga r. Pra dilte vetëm pika A me pikën C që janë funksione të barabartë.